Përfytyroni një botë pa luftë. Një botë të çliruar nga krimi dhe urrejtja. S'ka më varfëri, ku gjithkush ka një shtëpi. Një botë ku katastrofat natyrore nuk ekzistojnë. Përfytyroni një botë pa padrejtësi dhe ndasi. Përfytyroni një jetë pa shqetësime ose frikë. Një kohë e tillë po vjen, kur bota do të njohë harmoninë e përkryer. Një ditë nuk do të na duhet që të përballojmë vështirësi, por mund të jetojmë një jetë me paqe dhe gëzim të përsosur. Dhe ajo ditë mund të vijë më shpejt nga sa mendoni. Ky është mijëvjeçari, epoka e artë që po vjen. Sot, Doktor David Jeremia na jep një pamje të mijëvjeçarit në mesazhin e tij. Qyteti i artë. Pas pak, në moment vendimtar. Faleminderit që po ndiqni Moment Vendimtar. Tani po ju lëm me Doktor Jeremian dhe mesazhin e tij, Qyteti i artë. Eliezer ben Jehuda dhe bashkëshortja e tij Debora lundruan drejt për në portin e Jopës që ndodhet në Izraelin Verior. Kishin një përjetësi që ndronin që një ditë kishin mundësi të shkelnin në tokën e shenjtë. Dhe tani ëndra e tyre ishte bërë realitet. Ata e kishin programuar që nga Jopa të shkonin në Jeruzalem gjatë natës me një karrocë me kal dhe ju ofruan qytetit Jeruzalemit kur dielli sapo kishte filluar të dilte. Ata vunë re se portat e qytetit ishin të mbyllura, por sapo po arrinin, ato filluan të hapeshin, atyre ju duk gati si një mrekulli. Por kur ata hynë në qytet, mbetën shumë të hutuar. Ata menduan, ku janë njerëzit e Jeruzalemit, ku është fryma e shenjtërisë që prisnim ne? A ishte ky qyteti që kishte kaluar aq shekuj konfliktesh, plaçkitjesh, masakrash dhe mjerimi? A ishte vërtet ky qyteti që kishin luftuar burra dhe gra nga e gjithë bota? A ishte vërtet ky qytet ku kishin predikuar profetët, i cili ishte shkatruar dhe rindërtuar 18 herë? Qyteti nuk dukej siç duhej. Ishte viti 1881 dhe Eliezeri dhe Debora ishin mes hebrejve sionistë të parë që po ktheheshin në tokën që më vonë do të quhej sërish Izrael. Në vitet që do të pasonin, Ben Jehuda, gati pa ndihmën e askujt, do të bënte të pamundurën. Ai e ringjalli gjuhën hebraike nga lashtësia dhe e bëri atë edhe një herë gjuhën e hebrejve. Në fakt, Beni dhe Debora kishin një djalë dhe ata i thanë Benit se ai nuk do të kishte një gjuhë tjetër në shtëpinë e tyre përveç hebrejshtës. Dhe Ben Sioni u rrit duke dëgjuar dhe folur vetëm hebrejisht. Ai nuk luante me fëmijët e tjerë, ai u bë hebreu i pari i kohërave moderne që kishte hebrejishtën si gjuhë të nënës. Dhe Eliezeri dhe bashkëshortja e tij besonin se nëse djali i tyre mund ta mësonte gjuhën, i gjithë kombi mund ta mësonte. Për fat të keq, Ben Jehuda nuk jetoi aq gjatë sa ta shihte shtetin e Izraelit të bëhej zyrtar. Por Jehuda dhe bashkëshortja e tij ishin njerëz shumë të dashur për shkak të dhuratës që i kishin dhënë kombit. Kur ai vdiq, 30.000 njerëz shkuan në varrimin e tij. Pra çfarë i tërhoqi sionistët sërish në Jeruzalem? Pse sot Izraeli është një vend kaq magnetik? Është një qytet me shumë konflikte. Për 3000 vjet, Jeruzalemi ka qenë në balë të luftrave gjeopolitike. Edhe në ditët e sotme është qendra e 3 feve të mëdha të botës. Pika zero për manovrat politike ndërkombëtare. Për breza me radhë, Jeruzalemi ka qenë një vend pelegrinazhi dhe plaçkitjesh, mrekullish dhe masakrash. Ata janë sulmuar nga veriu, janë sulmuar nga jugu, raketat vinin nga çdo anë, janë urryer nga shumë prej fqinjve të tyre, por janë dashur dhe respektuar nga shumë prej nesh. Kryebashkiaku jetëgjatë i Jeruzalemit, që quhej Teddy Kollek, ka thënë: Jeruzalemi ka qenë qendra e shpresës dhe dëshirës së hebrejve, dhe asnjë qytet tjetër nuk ka luajtur një rol kaq dominues në gjithë historinë, kulturën dhe religionin e gjithë botës. Pa Jeruzalemin, toka e Izraelit është si një trup pa shpirt. Pse ky qytet në shkret të tir i ma gjeps njerëzit kur shkojnë aty? Më duhet t'ju a them me ndershmëri se sa herë që shkoj në Izrael e filloj me pjesën veriore të Izraelit,
pranë detit të Galiles, qëndrojmë pak në Tiber, pastaj zbresim poshtë dhe kalojmë nga 3 deri në 5 ditë në Jeruzalem. Ne qëndrojmë në një hotel në qendër të qytetit, dhe në mënyrë të vazhdueshme sa herë që dal nga hoteli për të shëtitur nëpër qytet, më duket sikur jam në ndonjë lloj magjie, diçka e tillë. Është si një aureol që të rrethon. Unë kurrë kisha kuptuar këtë, derisa fillova vërtet të lexoja atë që shkrimi thot për Jeruzalemin. Biblia na thot se Jeruzalemi ka një tesër të madhe që thot qyteti i Perëndis. Dëgjoni pak 2 Kronikave, kapitulli 6. Këtu po flet Perëndia: nga dita që nxorra popullin tim të Izraelit nga vendi i Egjiptit, unë nuk kam zgjedhur asnjë qytet ndër të gjitha fiset e Izraelit për të ndërtuar një shtëpi, ku emri im të mbetej, dhe nuk kam zgjedhur njëri që të bëhet princ mbi popullin tim të Izraelit, por kam zgjedhur Jeruzalemin që emri im të mbetet aty. Arsyeja pse ai është kaq i veçantë për mua është sepse është qyteti i zgjedhur i Perëndis. Nga të gjitha qytetet e botës, dhe ne dim se sa shumë janë, Perëndia zgjodhi Jeruzalemin si qytetin e tij. Dhe për shkak se ishte Perëndia ai që e themeloi qytetin, Psalmi 87:3 thot: gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qytet i Perëndis. Ju mund mos e kuptoni se sa i spikatur është ky qytet edhe në Bibël. Në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re përmendet 811 herë. Qyteti tjetër që i afrohet më shumë përmendet rreth 200 herë. 800 herë është përmendur Jeruzalemi, dhe Biblia aludon se nëse keni lindur në Izrael, nëse keni lindur në Jeruzalem, atëherë një bekim i veçantë është i lidhur me ju. Ja se çfarë thot një përkthim i kapitullit 87 të Psalmit, vargjet 5 dhe 6. Dhe do të thuhet për Sionin: ky dhe ai kanë lindur tek ai, dhe vetë shumë i larti do ta bëj të qëndrueshëm. Zoti, duke shqyrtuar popujt, do të regjistroj: ky ka lindur atje. Pra nëse lindi në Jeruzalem, Perëndia ju vendos një shenjë ngjitur me emrin. Unë nuk e kuptoj të gjithë këtë, por e besoj. Dhe e di që për ne është një kujtesë tjetër për rëndësinë e Jeruzalemit, dhe një kujtesë që ne duhet të mësojmë çdo gjë që të mundemi për këtë qytet, ndërsa ecim drejt së ardhmës. Sigurisht, Jeruzalemi është një qytet për të cilin është profetizuar në Dhjatën e Vjetër, por është dhe një qytet i Dhjatës së Re, dhe është një qytet i dashur nga Krishti. Do ta them kështu: Jezusi ishte një djalë i Jeruzalemi. Ai e donte Jeruzalemin. Ai e vizitoi për herë të parë qytetin kur ishte foshnjë, dhe ai ju përkushtua Zotit në tempull. Ju kujtohet Ana dhe Simoni që profetizuan për të. Pastaj kur ishte 12 vjeç, Jezusi shkoi sërish në Jeruzalem gjatë Pashkës, dhe ai nuk donte që të kthehej në shtëpi, prandaj qëndroi edhe 3 ditë më gjatë aty. Prindrit e tij u larguan dhe nuk e dinin që ai nuk ishte me ta. Gati arritën në shtëpi kur njëri prej tyre tha: "Ku është Jezusi?" Dhe zbuluan se e kishin lënë në Jeruzalem. Dhe ai ishte ulur në mes të aristokracisë dhe njerëzve të mençur, duke ju përgjigjur të gjitha pyetjeve të tyre nga Biblia dhe pyetjeve të krishtera, sikur të ishte një i rritur, sepse ai vërtet ishte një fëmijë briljant. Kur ai u pagëzua, ai shkoi në Jeruzalem. Ai dhe të tjerët përreth tij kaluan shumë ditë në Jeruzalem, nëse lexojmë Ungjillit, por dëgjojeni pak këtë. Atë e arrestuan në Jeruzalem, atë e nxorën në gjyq në Jeruzalem, atë e kryqëzuan në Jeruzalem, atë e varrosën në Jeruzalem. Ai u ringjall në Jeruzalem, ai u ngjit në qiell nga Jeruzalemi. Dhe një ditë ai do të rikthehet në Jeruzalem dhe do të vendos këmbën e tij në të njëjtin vend nga ku u ngjit, në malin e Ullinjve. Jezusi e donte Jeruzalemin, nuk ka asnjë dyshim për këtë. Kur Jeruzalemi ishte në vështirësi, lexojmë për vajtimin e Jezusit për ta. Ai tha: "Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që t'janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e tu, ashtu si i mbledh kloçka zojtë e vet nën krah, por ju nuk deshët." Edhe pse Jezusi vdiq në Jeruzalem, mos harroni se ai edhe u ringjall aty dhe një ditë ai do të rikthehet. Vendi i parë që do të ndjej shputat e këmbëve të tij do të jetë mali i Ullinjve në pjesën lindore të qytetit të artë. Tani ato që do t'ju tregoj janë disa informacione për Jeruzalemin, që për t'u treguar i sinqert me ju, nuk i dija deri vonë kur po studioja për këtë gjatë javëve të fundit.
Është interesante që nuk mund të fshihet në shkrim, mund të dim pak për këtë, por nuk mund ta kuptojmë. Dhe nëse nuk marrim kohë që të gërmojmë thellë, nuk do të mund ta kuptojmë se çfarë po ndodh. Jeruzalemi është një qytet konflikte, është një qytet i zgjedhur, një qytet që do Krishti, por është edhe një qytet që do të ndryshojë. Kjo na çonte qyteti i artë, mijëvjeçari që ne po studiojmë gjatë këtyre ditëve. Unë dua t'ju tregoj për 3 gjëra që do të ndodhin në Jeruzalem kur këmba e Jezusit të shkel në malin e ullinjve. Së pari, kur ai të rikthehet dhe këmba e tij të prek në tokë, ai do të shkaktojë një tërmet të madh. Dhe kjo na është thënë shumë herë në Bibël, por më lejoni që t'ju tregoj vetëm disa vargje. Zakaria 14:4 thot atë ditë, këmbët e tij do të ndalen sipër malit të ullinjve që ndodhet përballë Jeruzalemit në lindje dhe mali i ullinjve do të çahet në mes. Mali i ullinjve është një kresht 3.5 kilometra e gjatë në pjesën lindore të Jeruzalemit dhe sa herë që çoj grupe në tokën e shenjtë, qëndrojmë në malin e ullinjve dhe shohim poshtë luginës së Kidronit, te muret e arta që rrethojnë qytetin e vjetër, një nga vendet më të bukura në të gjithë botën dhe sheh një pamje mbreslënse kur qëndron në malin e ullinjve dhe sheh Jeruzalemin në horizont. Por nuk do të ndodh vetëm kaq. Ka për të ndodhur një tërmet dhe burime me ujë nga nën toka kanë për të shpërthyer duke formuar një lum. Pra krijoni këtë përshkrim, Jezusi do të rikthehet, këmba e tij do të prek malin e ullinjve, mali do të ndahet më dysh dhe në grykën që do të krijohet nga çarja e malit do të fillojë të dalë ujë dhe do të krijojë burime të mëdha. Zakaria na tregon për këtë. Ai thot, atë ditë do të ndodhë që nga Jeruzalemi do të burojnë ujëra të freskëta. Gjysma e tyre do të shkojë drejt detit lindor dhe gjysma drejt detit perëndimor, kështu do të jetë si në verë ashtu dhe në dimër. Dhe kjo do ta transformojë detin e vdekur nga një det i vdekur në një det të gjallë. Nëse keni qenë ndonjëherë në Izrael dhe në detin e vdekur, e dini që kjo është pika më e ulët e tokës. Dhe deti i vdekur quhet deti i vdekur sepse s'ka jetë në të. Në atë det jetojnë vetëm disa insekte mikroskopike në shtratin e tij, vetëm kaq. Profeti Ezekiel i përkushtoi një kapitull të tërë për ta përshkruar këtë dhe ai thot, pash ujëra të dilnin nga poshtë pranë tempullit në drejtim të lindjes. Dhe pastaj sipas Ezekielit, ky lum do të fuqizohet dhe do të zgjerohet dhe ja se çfarë na thot ai. Pastaj më tha, këto ujëra drejtohen për në krajinën lindore, zbresin Araba dhe do të derdhen në det. Me të hyrë në det, ujërat e tij do të shëndoshen dhe do të ndodhë që çdo qenie e gjallë që lëviz do të jetojë kudo që arrin lumi. Do të ketë bollëk të madh peshqish sepse vinë këto ujëra dhe shëndoshin ujërat e tjera kudo që arrin lumi, gjithçka ka për t'u gjallëruar. E dinit këtë? Pikërisht kjo do të ndodhë. Sipas Ezekielit, do të vijë një ditë gjatë mijëvjeçarit kur deti i vdekur do të jetë një parajs peshqish. Dëgjoni pa këtë. Ezekieli 47 dhe do të ndodhë që në brigjet e tij do të ketë peshkatar, nga Engedi deri në Engeglajm, do të jetë një vend ku do të shtrihen rrjetat. Peshku i tij do të jetë i po atij lloji dhe në sasi të madhe si peshku i detit të madh. Gjatë lumit mbi të dyja brigjet e tij do të rritet çdo lloj druri që jep fryte. Fletët e tyre nuk do të fishken dhe frytet e tij nuk do të mungojnë kurrë. Mund ta përfytyroni dot ndryshimin që do të ndodhë vetëm se Jezusi rikthehet me popullin e tij, me engjëjt e tij për të themeluar mbretërinë e tij. Por ka edhe më. Fuqia e rikthimit të Krishtit do të shkaktojë një tërmet, do të çlirojë një lum, por edhe do ta ngrejë qytetin e Jeruzalemit, sikur të ishte në një ashensor. I gjithë qyteti do të ngrihet lart dhe këtë qytet do ta shohin të gjithë. Është një histori e mahnitshme. Isaia nënkuptonte këtë kur tha në ditët e fundit do të vijë që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra dhe këtu do të vërshojnë tër kombet. Zakaria 14 thot, gjithë vendi do të shndrohet në fush nga Geba në Rimon, në jug të Jeruzalemit, dhe Jeruzalemi do të lartohet dhe do të banohet në vendin e vet, nga porta e Benjaminit në vend të portës parë, deri te porta e qoshes dhe nga kulla. Njerëzit do të banojnë dhe asgjë nuk do të jetë caktuar për t'u shfarosur, por Jeruzalemi do të qëndrojë i sigurt. Këto vargje na thonë
se atë ditë Zoti do të shkaktojë në Jeruzalem dhe në rajonet përreth tij një ngritje të qytetit të Jeruzalemit që do ta bëjë atë qytetin më të lartë në botë. Zona në majt i Jeruzalemit atë ditë do të jetë 16 kilometra dhe tempulli i Ezekielit do të krijohet në këtë majt të këtij mali, dhe nëse doni që të lexoni për tempullin e Ezekielit, mund të lexoni nga Ezekieli 40 deri te 46, 6 kapituj që do t'ju tregojnë se çfarë do të ndodhë, disa gjëra të habitshme. Nga mesi i kësaj shkretëtire do të ngrihet një mal i pabesueshëm, mbi të cilin do të jetë qyteti i Jeruzalemit dhe tempulli i Ezekielit. Sa gjëra të mrekullueshme do të ndodhin kur të rikthehet Jezusi. Me fjalë të tjera, vetë gjeografia e tokës së premtuar do të ndryshojë plotësisht gjatë ardhjes së dytë të Krishtit. Mali i ullinjve do të ndahet më dysh, do të krijohet një çarje e madhe që do të krijojë një rrugë nga ku do të mund të largohen banorët për në vende më të sigurta. Dhe burimi i qytetit do të ndryshojë kaq shumë sa lumenj me ujë shërues do të rrjedhin përgjatë qytetit, dhe lartësia e qytetit do të ngrihet, kurse rajonet përreth do të sheshohen. Pra ju mund të më thoni, doktor Jeremia, pse do të ndodhin këto gjëra? Pse këto ndryshime? Sepse mbreti është rikthyer. Jeruzalemi nuk do të jetë më një fortesë e rrethuar nga njerëz që duan ta zhdukin. Do të jetë një fanar në kodër, i ngritur mbi fusha të mëdha të sheshta, një ftesë për të ardhur dhe për të parë mbretin. Më lejoni t'ju sugjeroj se në kuptimin shpirtëror, ajo që ndodh kur Jezusi rikthehet për të vendosur mbretërimin dhe sundimin e tij në Jeruzalem, është ajo që na ndodh dhe ne, kur Jezusi vjen dhe vendos mbretërimin dhe sundimin e tij në zemrat tona. Çfarë thot Bibla për ne? Kur ne e lejojmë Jezusin të ulet në fronin e jetës son, ai krijon ujë të gjallë që rrjedh prej nesh. Gjoni 7 thot, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pi. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë. Por këtë ai e tha për frymën që do të merrnin ata që do të besonin në të. Pra, në atë ditë, Perëndia i plotfuqishëm ka për ta tundur Izraelin. Në ditën kur ne shpëtuam, ai na shkundi ne. Dhe ne duhet ta lejojmë çdo gjë që ai po bën në jetën tonë që të shkojë siç duhet, në mënyrë që kudo që të shkojmë të marrim me vete ndikimin e Zotit Jezus Krisht. Një ditë, ky Izrael do të bëhet kryeqyteti i të gjithë botës. Jeruzalemi është kryeqyteti i Izraelit dhe tani, siç e dini, ne zhvendosëm ambasadën tonë aty në vitin 2017. Por profeti Jeremia tha që kur Jezusi të rikthehet, ai do të themelojë mbretërinë e tij. Atëherë Jeruzalemi do të quhet froni i Zotit. Tërkombet do të mblidhen pranë tij në emër të Zotit në Jeruzalem. Dhe Zakaria thot, atë ditë shumë kombe do të bashkohen me Zotin dhe do të bëhen populli im, dhe unë do të banoj midis teje. Atëherë do të pranosh që Zoti ushtrive më ka dërguar te ti, dhe Zoti do të marrë në zotrim Judën si trashëgimi të tij në tokën e shenjtë dhe do të zgjedh akoma Jeruzalemin. Zonja dhe zotrinj, edhe pse nuk duket kështu, Jeruzalemi është në qendër të botës sonë. Pa Jeruzalemin nuk do të ndodhin asgjë nga gjërat që thot Bibla se do të ndodhin. Është një qytet i ndryshuar, është një kryeqytet, është një qytet në vazhdimsi. Gati të gjitha ngjarjet me qendër Krishtin në të ardhmen do të ndodhin në Jeruzalem. Pa Jeruzalemin, këto ngjarje do të ishin të pamundura. Më kujtohen ngjarjet e vitit 1948, kur populli hebreu rikthye në tokën e tij, ishte sikur dikush të kishte futur një çelës në orën profetike dhe të kishte hapur derën drejt shumë e më shumë gjërave që kishim njohur më parë. Unë besoj se kur ambasada jon u rikthye në Jeruzalem, edhe një tjetër çelës u fut në orën profetike. Ne po shohim gjëra të ndodhin në ditët e sotme, unë dhe ju, të cilat nuk kanë ndodhur kurrë më parë, dhe lexojmë për këto gjëra në Bibël. Është një udhtim i mahnitshëm të shohësh Perëndin, ti shpalos këto siç ka premtuar se do të bënte në të ardhmen e lindjes së mesme. Qyteti i Jeruzalemit ka një të ardhme të madhe. Një ditë, Jezusi do të ulet në fron dhe e gjithë bota do të jetë në sundimin e tij. Dhe qyteti i Jeruzalemit do të jetë kryeqyteti i gjithë botës. Pikërisht këtë na mëson Bibla. E dini,
nuk dua të largohem pa ju treguar disa prej gjërave që më prekën në zemër, teksa po e studioja këtë për t'ju prezantuar juve. Dua ta mbyll këtë mesazh duke ju treguar se si Jeruzalemi më ka sfiduar pikërisht tani. Gjatë këtyre viteve të fundit dhe sidomos gjatë këtyre muajve të fundit, kam menduar për këtë dhe dua që ta mbyll këtë mesazh me dy sfida për të gjithë ne. Së pari, në zemrat tona, pavarësisht se kush jemi apo cila është e shkuara jonë, nëse jemi të krishterë, ne duhet që të vendosim ta duam Izraelin. Ne duhet vendosim që ta duam Izraelin dhe kryeqytetin e tij, ja se çfarë na thot psalmisti. Lutuni për paqen e Jeruzalemit. Le të begatohen ata që të duan, past paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi, tani do të them paqja qoftë te ti. Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndis ton, unë do të kërkoj të mirën tënde. Janë disa udhëzime për të gjithë ne. Cili duhet jetë qëndrimi ynë për Jeruzalemin? Cili duhet jetë qëndrimi ynë për popullin hebre? Perëndia i begaton ata që e duan Jeruzalemin. Le të lutemi për sigurinë ndërkombëtare të Izraelit. Sa herë që lutemi në kohën tonë të lutjes, le të sigurohemi që Izraeli të jetë në listë. Izraeli modern është detyruar që të mbajë një gjendje të vazhdueshme lufte për gjatë viteve. Dikush ka thënë se Izraeli është si të jetosh në një shtëpi shumë të mirë në një lagje shumë të keqe. Dhe pikërisht aty ndodhen dhe ka nevojë për lutjet tona. Së dyti, nuk e di nëse keni menduar ndonjëherë për këtë, por ne mund të mësojmë shumë nga Jeruzalemi dhe nga Izraeli. Unë kur nuk e kam kuptuar pse ata urrehen aq shumë. Duhet këtë bëj me faktin se janë kombi që solli Jezusin në botë. Joe Liebermani ka qenë një senator demokrat. Ai kandidoi për zëvendës president në 2000 dhe u bë i pari kandidat hebre për të qenë në një post presidencial. Liebermani shkroi një libër me titullin Dhurata e pushimit, të rizbulosh bukurinë e sabatit. Dhe ai thotë, më pëlqen sabati dhe besoj se është një dhuratë nga Perëndia që dua ta ndaj me të gjithë. Ai thotë se edhe pse hebrejt e ruajnë sabatin, e vërteta është se sabati i ka ruajtur hebrejt. Kur njerëzit më pyesin, Joe, si mund të ndalosh gjithë punët e tua si senator dhe të zbatosh sabatin çdo javë? Dhe unë i përgjigjem, si mund t'i bëja gjithë punët e mia si senator, nëse nuk do të ndaloja dhe të respektoja sabatin çdo javë? Çdo të premte, nëse qëndronte deri vonë ndërtesa e Kapitolit, Joe Liebermani ecste 6 kilometra për në shtëpi, i shoqëruar nga një polic amerikan, dhe një tjetër makinë policie shoqëronte për siguri shtesë. Një ditë ai tha, hebrejt si unë nuk udhtojnë me makina gjatë sabatit, ne ecim. Shumë prej oficerëve që e shoqëronin në udhëtimin e tij për në shtëpi ishin të krishterë ungjillor. Shumë prej tyre kanë folur për diskutimet me këtë njeri të madh. Ata i shijonin bisedat me të. Përgjatë rrugës, Joe Liebermani gjithmonë ndalonte te një dyqan në Georgetown për të blerë lule për bashkëshorten e tij Hadesën dhe ëmbëlsira për familjen. Sa po arrinte në shtëpi, familja mlidhej, ndiste qiriun e sabatit, lexonte nga shkrimi, shijonin darkën dhe merrnin pjesë në adhurim në një sinagogë aty afër. Liebermani shkruan, e vërteta është se ne, edhe bota, do t'ja dilni më së miri nëse do të ndalonim punën ose pazarin, do të qëndronim në shtëpi me familjet, një ditë në javë. Jeta jonë do të vazhdojë, karriera jonë do të ecte përpara, familjet tona do të lulëzonin. Ne jetojmë në një kulturë që punon shumë, ku njerëzit kanë dëshpërimisht nevojë për pushim. Jo thjesht pushim për të rimarrë forcat që të mund të punojmë edhe më fort, por për të marrë forcë për shpirtrat tanë që të mund të jetojmë më mirë. Duket si diçka që do ta shkruante një krishter. Për mua, thot ai, përgjigjja për këtë nevojë ka qenë sabati. Ka qenë një spirancë në jetën time, më ka ringjallur trupin, më ka ripërtërirë shpirtin dhe e di që mund të bëj të njëjtën gjë edhe për ju. Tani ne si të krishterë nuk e zbatojmë sabatin, ne zbatojmë ditën e Zotit. Por shumë prej gjërave që ai tha për sabatin, me siguri mund të thuhen edhe për këtë ditë. Së pari, unë ju përgëzoj që të gjithëve ju, sepse jeni në sinagogë të dielën. Ju jeni në kishë të dielën. E dini, një nga gjërat më të trishtuara që ka ndodhur gjatë jetës time dhe tuajës, është se pjesëmarrja në kishë po bie në të gjithë kombin tonë.
Në denominacionet kryesore, në kishat e pavarura, madje tani edhe në disa kishat të mëdha ungjillore. Zonja dhe zotrinë nuk e kuptojmë se sa e rëndësishme është që ta lëm mënjan këtë ditë që ne e quajmë dita e Zotit. Nuk është dita jonë, është dita e Zotit. Dhe kur ne e lëm mënjan këtë kohë dhe e nderojmë Zotin, ne jo vetëm që nderojmë Zotin, por edhe Zoti na nderon ne. Nëse doni që Perëndia t'ju bekojë në jetën tuaj, bëuni një burr ose një grua e kishës. Biblia na thot që të mos e braktisim të mbledhurim së bashku, dhe sidomos tani që shohim që dita e Zotit po afrohet. E di që shumë gjëra e kanë përgjysmuar ditën e Zotit për t'i marrë pjesën tjetër. Unë e mbaj mend si prind kur fëmijët tanë merreshin me sport. Ishte pikërisht koha kur filluan t'i zhvendosin ndeshjet ditën e diel. Dhe ne nuk e dinim se çfarë të bënim dhe e di se shumë prej jush ndodhen në këtë situatë. Ndonjëherë duhet të japësh pak, por kurrë nuk duhet ta humbasësh prioritetin e kishës. Ashtu si sabati ishte thelbësor për Joe Liebermanin, kështu duhet jetë kisha edhe për ne që jemi populli i Perëndis dhe madje më shumë, sepse ne jetojmë në anën tjetër të kryqit. Ne dim se Mesia ka ardhur dhe siç e kemi mësuar, ai do të vijë përsëri. Kur ai të vijë përsëri, ai do t'i bëjë gjërat siç duhen. Ajo që na është marrë ne nga mallkimi do të kthehet pas. Unë dua t'ju bëj një pyetje sot. Nëse jeni të gëzuar që mbreti Jezus do të mbretërojë një ditë në tokë, apo mbretëron në zemrën tuaj? Gjatë studimeve që bëra, hasa një shprehje të shkurtër, është diçka e tillë. Tashmë, por ende jo. Çfarë do thotë kjo? Që ai është tashmë këtu, por ende nuk ka ardhur. E di që shumica për jush besojnë pjesën që do të vijë, por a është ai tashmë këtu? A është ai mbreti i jetës suaj? Mund thoni, si mund ta di unë këtë? E po a është ulur ai në fron? Apo i merr ai vendimet? Apo jeni ju që po i bëni të gjitha këto? Kur ju bëni të krishterë, ju e pranoni Zotin Jezus si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Ai do që të jetë jo thjesht një banor në jetën tuaj, por ai do të jetë presidenti i jetës suaj. Dhe ai do të bëhet nëse ju e lejoni atë, nëse e ftoni atë. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.